Shikues e televizionit Skan, mirë mbrëma, mirë se vini në Pros and Cons. Dua ta nis këtë emision me një urim për shëndet të plotë dhe një vit të mbar ekonomikisht. Dhe si çdo fillim vit, është koha të bëjmë një bilanc të ekonomisë në 2025-ën, çfarë lam pas me avantazhet dhe disavantazhet e saj, dhe të përqendrohemi në 2026-ën, kur një sër reformash kanë hyrë në fuqi dhe marrin realisht jetë në terren. Për të diskutuar mbi to kam të ftuar zonjën Romina Radonshiqi, ekspert ekonomie, mirë se erdhe. Përshëndet. Dhe zotin Albert Gajo, ekspert ekonomie, mirë se erdhe, është kënaqësi. Përpara se ndalemi tek biseda me të ftuarit, ndalemi tek Pros and Cons që kemi nxjerrë lidhur me këtë lloj bilanci të ekonomisë në këto 2 vite. Tek avantazhet përmendim rritjen ekonomike të vitit 2025, ulje të informalitetit, si dhe reforma të reja që nisën në 2025 dhe vijojnë në 2026. Tek disavantazhet përmendim rritjen e kostos së jetesës paralelisht, pabarazi ekonomike midis qytetarëve dhe përfitime të kategorizuara. Pra jo çdo reformë i prek të gjithë, por prek kategori të veçanta. Megjithatë do t'ja bëjmë analizën si vitit 2025 ashtu edhe vitit 2026 dhe do ta nis me zotin Gajo. Ekonomia në 2025-ën, si është dukur në makro me të mirat, të këqijat e veta, avantazhet, disavantazhet, si mund ta quajmë atë këtë vit që lam pas? Në fakt, ajo e përmendët që në makro, duken nga njerë treguesit makro duken që janë pozitiv. Dhe përgjithsisht treguesit kryesor të ekonomisë në nivel makro janë pozitiv. Rritja ekonomike të kalon parashikimet që ishin në vitin. Inflacioni është mbajtur në kontroll, është në nivelin e parashikuar. Gjithashtu kemi përmirësim të treguesve fiskal, qoftë në nivelin e borxhit përgjithshëm, kemi një ulje të borxhit përgjithshëm, ashtu dhe një ulje të deficitit korrent, kjo më shumë për shkakun e mos realizimit të shumë shpenzimeve që ndodhen gjatë vitit 2025. Kështu që po ta shikosh kjo pikpamje, duket sikur ekonomia shqiptare është, por po të marrësh edhe aspekte të tjera, atëherë do të shikojmë që ka dhe probleme. Ka probleme veçanërisht në ato që ju përmendën, sepse rritja ekonomike në Shqipëri që është parashikohet që në 2024 të jetë 3.5-3.7%, të mos të kaloj problemet që mbarsh kjo ekonomi shqiptare, sidomos ato që kanë të bëjnë me varfërinë dhe pabarazinë ekonomike, sepse është një rritje ekonomike që bazohet në disa sektorë të cilët nuk sjellin një shpërndarje të ardhurave në mënyrë të njëtrajtshme, veçanërisht të shtresat e mesme, dhe të kemi një mundësi që të rrisim pagën në nivelet të tilla, sidomos në nivelet e ekspertëve, në ato nivelet të jenë të qëndrueshme dhe të kapi një sektor dhe rajone të caktuara të Shqipërisë. Pra është përqendruar kryesisht tek ato sektorë që kanë ndërtimin dhe turizmin, të cilat e kanë fragmentizuar akoma dhe më shumë fuqinë punëtore dhe kanë krijuar mundësi që të investimit të përqendrohen në këto sektorë që përgjithsisht janë sektor jo prodhues dhe që krijojnë një vlerë të shtuar më të madhe në ekonomi. Pra, ka qenë një rritje, por nuk ka qenë e prekshme për të gjithë, si tip disavantazh le të themi në këtë rast. Romina, si e ke parë ekonominë në 2025-ën? Kemi folur nga fillimi deri në fund për reforma, për rritje të ardhurash, për luftë ndaj informalitetit, dhe në fakt të ardhurat tregojnë që janë pozitive dhe ato që përmendi zoti Gajo gjithashtu. Si e ke parë si një vit? Është vërtet në fakt që ka pas disa hapa pozitive, unë them disa hapa, jo çdo gjë ka funksionuar ashtu siç duhet, sepse edhe në luftën kundër informalitetit ne shohim që përsëri në fund dhjetorit është folur pra përsëri për çështjen e informalitetit, duke qenë se sektori i ndërtimit, po dhe sektori i turizmit janë 2 sektorët më informal, do të thoya, ose me sasi më të lartë informaliteti, por dhe evazioni fiskal. Nga ana tjetër ne themi këto 2 sektor, por ka dhe sektor të tjerë, për shembull, sektor shërbimesh, sektor të tjerë tregtar. Pra ne akoma jemi në dyqane që mund të jenë në mes të Tiranës që nuk të prehin kuponin tatimor. Nga ana tjetër dhe vetë ne konsumatorët nuk ja kërkojmë kuponin tatimor, pra është faji i tregtarit por dhe i konsumatorit. E në këtë rast pra më pas e drejta për çmime abuzive, për faktin që në buxhetin e shtetit nuk futen aq të ardhurat se janë planifikuar, apo nga aspekti tjetër e mbrojtjes konsumatorit, pra kemi problematika. Nga ana tjetër, patjetër që kemi pas një suficit buxhetor dhe për shkak se nuk janë kryer të gjitha ato shpenzimet e planifikuara, por nga ana tjetër në aspektin fiskal shohim që si thua zëri që sjell më shumë të ardhur është pikërisht tatimi i vlerën e shtuar, tatimi në konsum, që do thotë që konsumi
do të thotë që niveli të ardhur apo të ardhur disponueshme të konsumatorëve shqiptar, pa të vetë qytetarëve shqiptar, aq sa janë, sepse ne duhet të themi që kosto i jetesës në Shqipëri është tepër e lartë dhe ekziston një hendek midis të ardhurave dhe kostos së jetesës. Ndaj dhe themi që nuk ka më shtresë mesme, ose më saktë, shtresa e mesme ka rënë atë, le të themi, kufirin e nën shtresës. Pra, një pjesë e mirë e tyre jetojnë edhe në nivelin e varfërisë. Aspekt pozitiv është fakti që në Shqipëri për herë të parë po shikohet me prioritet reforma e pensioneve, sepse ky është ai grup vulnerabël që rrit dhe varfërinë relative, por duhet të thënë që dhe varfërinë absolute, sepse po ta shohim në zonat rurale, përveç boshatisjes që ka vetë fshati, po nga ana tjetër ato individ që më së shumti janë pensionistë jetojnë në varfëri absolute me një nivel cilësie jetese jo të lartë. E them këtë sepse në shumë fshatra në fakt mungon infrastruktura spitalore apo ato qendra shëndetësore të cilët mund të jenë jashtë funksionit ose janë të amortizuara që nuk japin atë shërbimin parësor për qytetarët të cilët ndodhen në zona rurale. Pra, i bërë edhe një panoramë se çfarë ka ecur mirë dhe çfarë, le të themi, duhet ripar këtë vit dhe që me siguri besoj do të rishikohet. Por, duhet ndalim pak të 3 sektorët kryesor, ne përmendëm pak turizmin, ndërtimin dhe më pas do të ndalim pak të bujqësia. Fakti që turizmi dhe ndërtimi kanë pasur fokusin kryesor. Sigurisht nuk janë prodhim, por janë sektor, le të themi, shërbimesh. Është një gjë e mirë apo është një gjë e keqe? Për Shqipërinë në kushtet në cilët ne ishim, në cilën ishim një vend në cili ishim pak i njohur në aspektin ndërkombëtar, ishte pozitive, sepse nëpërmjet zhvillimit të turizmit, Shqipëria është bërë e njohur sot ndërkombëtarisht, veçanërisht në opinionin publik të evropianëve, të cilët kishin pak ose as pak njohuri për Shqipërinë. Shqipëria po përgatitet të hyjë në Bashkimin Evropian, por europianët nga që nuk e kanë vizituar këtë vend, ka qenë vend i mbyllur dhe jo atraktiv edhe për turizmin, edhe në kohën e komunizmit, kishin pak informacione, aq më tepër dhe ato që informacione që vinin nëpërmjet një media e cila nuk e transmetonte siç duhet dhe si duhet situatën ekonomike në Shqipëri, veçanërisht aspektet kulturore, historike dhe trashëgiminë që ne trashëgonin. Kështu që nga kjo pikpamje, zhvillimi i turizmit dhe veçanërisht turizmi që mori një hovë që jo vetëm turizmin në zonat bregdetare, por u shpërndar pothuajse nga veriu në jug, në të gjitha llojet zonash, bëri që Shqipëria të njihet mirë dhe të ketë një lloj atraksioni dhe kurioziteti shumë të madh në mënyrën në cilën zhvillohet jeta në Shqipëri, sepse në një farë mënyrë evropiane ju kujtohet ajo periudha që kanë qenë ata më përpara, sepse ne vazhdojmë të jetojmë në llojet e traditave dhe të mënyrës së jetesës dhe të kulinarisë, ne vazhdojmë të jemi në kushtet e një ekonomie pak a shumë që Evropa e ka përjetuar ato përpara 100 e ca vjetësh. Kështu që përsëri jemi atraktiv në këtë lloj drejtimi. Por po ta shikosh nga drejtimi e ekonomisë në përgjithësi të mirëfillt, turizmi nuk është një sektor që të garanton një rritje afatgjatë dhe afatmesme të Shqipërisë, sepse është një aktivitet i cili është shumë vulnerabël, ndikohet shumë nga konjunkturat ndërkombëtare dhe nuk ka një vlefshmëri nga pikpamja e vlerës së shtuar, sepse produkti që ofron është në standarde minimale, aq më të keq që edhe mënyra se si është zhvilluar marketingu në Shqipëri, hajde në Shqipëri së është lirë. Kemi duar bërë çmimet e lira. Sepse hani dhe pini sa më lirë dhe të huaj që vinë në Shqipëri vën baste, që hajde se sa mirë që është në Shqipëri dhe sa pak paguhet. Pra që nënkupton që presioni mbi pagat, presioni mbi të ardhurat e bizneseve familjare që kanë mbështetur të ardhurat dhe kursimet e tyre mbi këtë lloj turizmi janë në nivele shumë të ulta dhe fitimet e tyre për të investuar në vende të tjera ose për të rigjallëruar ekonomitë e tyre private është shumë i vogël. Kështu që unë mendoj që ka një efekt pozitiv veçanërisht në bilancin e pagesave, në rritjen e konsumit dhe në një mbajtje të përgjithshme, por ne shikojmë, unë vetë punoj dhe jetoj në zonën në cilët turizmi është një sektor i rëndësishëm, në zonat e Përmetit dhe të Korçës. Duhet ta themi që jete prodhues verë dhe e prek në terren. E shikoj që pjesa më e madhe e intelektualëve, pjesa e njerëzve të cilët nuk kanë interes për punuar në këtë lloj sektori, janë larguar dhe po largohen qoftë nga Përmeti, qoftë nga Gjirokastra dhe nga Korça. Pra nuk janë sektor në të cilën ti mund aq më tepër që ndoshta do ta theksojmë dhe më poshtë. Reforma territoriale ka sjellë pothuajse efekte nuk ka thënë sjell ato efekte që priteshin, mos them që ka sjellë efekte negative. Në ç'kuptim?
në shpërndarjen të mirave materiale, në shpërndarjen e punëve publike dhe në shpërndarjen e institucioneve të cilat do të jepshin gjallëri këtyre. Ka bërë një koncentrim dhe centralizim të funksioneve publike në qendër, në Tiranë, dhe duke sjellë të lloj institucione ka lënë këto pothuajse të pa dhe nuk ka një mbështetje ekonomike dhe sociale dhe institucionale për këto. Pra, ne bëjmë një reformë territoriale e cila po sjell në të kundërtën e saj, sepse ka humbur interesi i njerëzve për të punuar. Janë larguar pjesën më e madhe e institucioneve, gjykatave, institucioneve të tjera drejtoritë qendrore, janë larguar dhe janë koncentruar të gjitha në Shqipëri dhe nuk ka krijuar një lloj sinergjie që këto lloj punësh që kishte punësh publike të rikompensohen dhe të krijojnë një mundësi që të institucionet publike të ashtu. Për vetëm një mundësi punësimi në këtë lloj qarqe të cilat nuk kanë një aktivitet të mirëfillt ekonomik janë në bashkitë. Bashkitë janë fryrë 3 fish, 4 fish dhe pjesa më e madhe taksave rrokate shkojnë për të paguar punonjës me paga minimale në këtë lloj njësisë, të cilat nuk ka dhënë ato efekte në cilat priteshin nga reforma administrative. E drejtë, Romina, duhet mburremi apo jo me numrin e lartë të turistëve? Unë mendoj që akoma nuk jemi në kushte ku ne duhet mburremi. Okej, nisi mirë, para 3 vitesh kishim një boom turistik, pasi le themi europianët, ato të cilët erdhën në Shqipëri ishin kurioz, nga një anë ka ndikuar pozitivisht sepse ka rritur investimet e huaja, siç tha dhe profesori, ka ndikuar pozitivisht dhe në një perceptim ndryshe të Shqipërisë, po nga ana tjetër ne duhet të kuptojmë që vetë turizmi është një sektor i cili po përballet me shumë sfida. Sfida e parë është informaliteti që ne prekëm pak më parë. Së dyti ka dhe mungesë ndonjëherë të infrastrukturës rrugore në zonat qoftë veriut, qoftë jugut, pra në ato turizmi dimror. Ne duhet kuptojmë që të huajt kur vinë në Shqipëri më shumë vinë për turizmin kulturor, por dhe ato dimror, sepse për turizmin veror nuk është se ka ndonjë kuriozitet madh, sepse për shembull Greqia ofron paketa turistike shumë herë, po dhe ofron paketa shumë herë më të lira. Ne pam çfarë ndodhi pra në sezonin e verës, ku shumë struktura akomoduese, një pjesë e mirë sidomos të Adriatikut, kanë qenë bosh. Pra kanë qenë me 50% kapacitet në pikë që në atë kohë nuk, ndërkohë që dhe në jug kishte një tjetër le themi pritshmëri dhe aq sa ndikua në uljen e çmimit. Pse? Sepse një vit më parë, pra 2024 ishte një vit i cili në fakt ishte një turizëm i shtretë relativisht për dhe turistët. Dhe kjo ndikon sepse marketingu ku u bë Shqipërisë pra për Shqipërinë turistike ishte pikërisht pra të bësh turizëm me pak para. Dhe në fakt ne kemi parë që në Shqipëri vijnë ato turistë të cilët kanë nivel të ulët të ardhurash dhe një nivel mesatar. Këtu do ta kundërshtoj. Nuk janë turistë, sepse unë edhe nga njerëzit e mia nuk janë turistë të cilët janë me nivel të ulët dhe mesatar. Janë turistë që kanë ardhur me mendimin që të argjojnë shumë pak. Pra, llogaritë kanë plot, por duan të vënë bast që kanë ngrënë një drek me 5 euro ose me 10 euro dhe kanë ngrënë sikur po ta ngranin në Francë do ta hanin 100-150 euro. Pra bëjnë një lloj basti, është si luajnë me ndjersën dhe punën tonë që sa mirë është. Unë kam parë edhe reklama të tjera që bëhet në Tajland me $2 thotë hap biftekun kaq. Pra janë të tillë, nuk është se janë njerëz të cilët s'kan para, por vinë dhe të orientuar thotë e kanë si një bast që t'ja hanë sa më mirë dhe në sa më pak para. Pra krijojnë një lloj efekti i kundërt në atë në cilën ne reklamojmë. Pra kjo është problemi, sepse shumë veta thonë jo, do vinë dhe do argjojnë sa më pak dhe të hamë sa më mirë. Edhe gjithmonë bëjnë edhe pazar dhe për çmime më të vogla të benus që ata kanë. Po në fakt në qendrën të Tiranës sheh shumë turistë në fakt që konsumojnë byrek. Edhe pse janë të çishme, por nga ana tjetër nuk duan të shpenzojnë. Por turizëm të lirë pa, sigurisht do shpenzojnë. Nga ana tjetër do doja të thoj edhe një fakt tjetër që në fakt është shumë e rëndësishme që të kryhen investime në turizëm, sidomos në turizmin malor, pasi ne mund të konkurrojmë pak me vendet e rajonit dhe me turizmin malor, por dhe me lloje të tjera turizmi. Për shembull turizmi shëndetësor, por gjithsesi ne jemi në fillesa, nuk mund të pretendojmë ne që kemi një eksperiencë madhe në turizëm, sepse ka shumë turistë të huaj po dhe shqiptar, të cilët në fund ankohen se nuk i pëlqeu shërbimi. Nga ana tjetër mos harrojmë që 2025 ishim në këtë nivele turizmi, pasi turizmi patriotik nuk ishte në nivelet e duara. Pasi shqiptarët e Kosovës janë larguar në vendet e Bashkimit Evropian për të bërë turizëm apo ndoshta edhe në Maltëzi. Kam pasur një shpesh të rëndësishme në turizmin shqiptar, se vërtet është ndjerë. Sidomos në zonën Adriatikut në fakt. Edhe është ndjerë në fakt. Ndjerë se strukturat kanë qenë pothuajse gjysmëbosh dhe kjo është pak po e sigurt. Ndërtimi, a duhet të gëzohemi që ndërtimi po ecën mbyllshëm? Çfarë na sjell? Çfarë të mira?
Shiko, diskutua shumë herë për sektorin e ndërtimit në Shqipëri. Sektori i ndërtimit në Shqipëri është sektori që ka qenë lider për shumë kohë dhe po merr një prioritet shumë të madh. Dhe përgjithsisht kjo ka qenë sepse në pjesën më të madhe të gjithë bashkive kanë plane rregulluese, por ndërtimet kryesisht janë përqendruar në zonat e Tiranës dhe në zonat elitare të Bregdetit. Pra nuk e se kemi një shpërndarje të ndërtimit ose të zhvillimit. Plus që ndërtimet kryesore nuk janë ndërtime industriale apo në ndërtime banesash individuale, po janë kryesisht ose në ndërtime shumëkatëse ose në rezorte të caktuara, të cilat kanë ardhur pikërisht nga ky lloj interesi që ka pasur këto lloj parash që kanë ardhur në Shqipëri. Në formë nuk po e themi në mënyra se si dhe çfarë lloj drejtimi kanë të para, por që çfarë ka të mirën e kësaj? E mira e kësaj është që investohet dhe janë vizibël. E keqja është sepse pjesa më e madhe e kapitaleve investohet në një sektor jo prodhues, sepse kur ti ndërton një zyrë apo një resort, ai nuk është tradable. Pra ti nuk e fut në qarkullim ekonomik, ajo do ndërtohet dhe sa kohë do vinë njerëz aty të marrin me qira zyra apo ta blejnë si banesë, ajo do të. Aq më tepër kur ato janë rezorte turistike që janë për banesa të dyta, ato pothuajse nuk kanë eficiencë ekonomike as për rajonin përkatës atje. Pra janë para të ngurcuara në beton dhe në armë, por nuk sjellin një zhvillim ekonomik sepse nuk kanë krijuar sinergji prodhuese që ai të prodhojë një produkt ose një shërbim i cili do të tregtohet dhe do të marrë një vlerë, do të eksportohet atje. Ekonomia si Shqipëria, ekonomitë e vogla gjithmonë zhvillohen duke dhënë orientimin në sektorët prodhues dhe të shërbimeve të cilat janë të tregtueshme dhe që mund të shtojnë, pra krijojnë ekonominë e shkallës, sepse po përqendruan te ekonomia e tregut të brendshëm, ato janë ekonomi që janë të disinuara të mbyllura. Siç është mund të ishte bujësia. Pikërisht dhe kjo është problemi kryesor, sepse bujësia dhe sektori prodhues, industria përpunuese nga treguesit janë në rënje. Pavarësisht se ne e dim që sektori bujësor në vendet e zhvilluara zë një përqindje të ulët në prodhimin e përgjithshëm bruto, dhe të ne përsëri ka një peshë të madhe rreth 22-25%, por përsëri ritmet e rënjes së bujësisë janë shumë të mëdha sepse pjesa më e madhe e rënjes ekonomike po shoqërohet me rritje të importeve të mëdha dhe të produkteve bujësore. Pra konkurrëshmëria e bujësisë tonë sa vjen dhe ulet dhe për shkak të mos ndihmës së të duhet, mos komercializimit si duhet të ekonomisë bujësore dhe të largimit të krahut të punës nga sektori bujësor, sot nuk gjen dot punojës për të punuar në bujësi për shkak të ineficiencës dhe pakave shumë të ulta. Pra janë elemente të tjerë, pra ne nuk po bijem sepse po rritet sektori prodhues në sektorët ose shërbimet, po rritet ineficienca dhe ne po prodhojmë më pak dhe po na vinë produktet bujësore nga importi për të zëvendësuar këtë lloj produkti shqiptar. Pra rritemi në turizëm, nuk kemi prodhim për të ushqyer turistët, nga ana tjetër ndërtimi është ai që rritet, si e shikon pak raportin midis rritjes së sektorit ndërtimit dhe rënjes së sektorit bujësor. Në fakt, sektori i ndërtimit vitet e fundit ka një kontribut të rëndësishëm në rritjen ekonomike, gjithashtu ka një kontribut përsëri të rëndësishëm në uljen e papunësisë, në rritjen e pagave, se duhet të them që një punonjës i cili punon ndërtim me një pagë diku te mesatare apo mbi mesatare, edhe pse të deklaruara nuk janë të tilla, po. Ne kemi zgjidhur këtë problem se vendosur pagat e referencës. Po, dhe kjo ishte nevojshme të bënte para 3 vitesh në fakt, sepse kjo është një lloj pabarazie ku dihet që sidomos për industrinë e ndërtimit. Nga ana tjetër, industria e ndërtimit, unë mendoj që në mënyrë indirekte ka ndikuar dhe në rritjen e vetë sistemit bankar. Dhe pse them këtë se 50% sidomos e kredive të dhënë nga sistemi bankar është pikërisht për kredi hipotekore. Kështu që deri diku ka ndikuar indirekt dhe në zhvillim, edhe pse ka ndikuar përsëri në rritjen e riskut për sistemin bankar. E kritikuar kështu dhe nga Banka e Shqipërisë. Megjithatë, sektori i ndërtimit do të vinë një moment që do ketë rënje, pasi është një sektor si në gjithë botën, pra që ka atë rritjen, por do të vinë momenti që ka rënje. Do të ketë ngopje të tregut. Absolutisht një ngopje të tregut dhe nuk mund të mbahet një ekonomi, një vendi pikërisht me sektorin e ndërtimit. Nga ana tjetër, bujësia është një sektor i cili duhet ishte zhvilluar me kohë, ne këtu e kemi avantazhin konkurrues. Patjetër që kjo nuk është zhvilluar për shkak se së pari njerë fshatrat janë bushatisur dhe nëse flasim për ferma dhe vetë ato investitorë që mund të kenë investuar dhe kanë sot një fermë, janë fermerë, nuk duan as punojnë më sepse shohin që prodhimi vendas
nuk mbrot aq sa duhet dhe prodhimi i importit del me çmim më konkurrues. Dhe pse? Sepse subvencionet që jep qeveria nuk janë në nivelet e duhura që ta bëjnë po të mjaftueshme. Nga ana tjetër, problem është dhe fakti që nuk ka punonjës, siç tha dhe eksperti, pra nuk ka punonjës që të punojnë në këtë sektor. Është një sektor i cili edhe nëse një individ është i papunë në një zonë rurale, pra në një fshat ai nuk do të punojë në bujqësi, sepse pagat janë të ulta. Po sepse pagat janë të ulta dhe në fakt është dhe të punosh bujqësi është një punë e lodhshme. Deri diku është edhe disi dhe paragjykuese. Kemi një tendencë që të rinjt sot arsimohen, emigrojnë, kështu që midis emigrimit dhe të punosh në bujqësi ato zgjedhin të emigrojnë. Po edhe këta që emigrojnë prapë në bujqësi punojnë. Patjetër, po ka një tjetër cilësi jetese, ka një nivel tjetër page, madje dhe bujqësia atje, po absolutisht, dhe bujqësia atje nuk është akoma siç është në Shqipëri tradicionale, është mekanizuar. Është janë futur teknologji të reja që u bën më të thjeshtë gjën. Po, kjo është. Është një ndër arsyet. Nuk dua të mos pyes pak për euron, sepse ka qenë kryefjale e vitit. E lam në 2024-ën, e vazhduam në 2025-ën që preku një minimum tjetër historik, nuk e di çfarë do ndodh në 2026-ën, por pyetja që bëjnë të gjithë është çfarë po ndodh dhe kur do rritet euro. Mos prestojmë që të rritet euro. Unë me parashikim unë kam filluar karrierën time në bankë dhe kam qenë kambist nga kambistët e parë dhe njoh të sektorin e ekonomisë valutore. Dhe kam ndikur me krishëri zhvillimet e forcimin e lekut dhe të euros dhe efektet e tyre. Nga vlerësimet që kam unë, për sa kohë që po njëjta strukturë ekonomike, për sa kohë nuk ka ndryshuar asnjë lloj politike dhe qasje, jo ndërhyrje të drejt për drejt nga Banka Qendrore, por ose nga Ministria e Financave, por të ketë mekanizme të cilat do ta ekuilibronin kërkesën për lek në tregun shqiptar dhe do ta ulin atë efektin e euros, vlerësimin gjithmonë më shumë. Unë mendoj që euro do psohet akoma më shumë kundrejt lekut shqiptar dhe ndoshta në verë do shkojë te afër 90-s. Me 90-ta do jetë besoj një nivel në cilën besoj leku do të shkojë në këtë drejtim, sepse janë po të njëjtë tregues, po të njëjtë mënyrë në të cilën zhvilluar ekonomia shqiptare në këto 10 vjet e fundit. Përqendrimi në sektor të jo prodhues, veçanërisht në ndërtim dhe në turizëm, pikërisht këtë po sjell, një masë të madhe të euros që vjen në Shqipëri dhe një presion akoma më të madh mbi lekun që do ta rivlerësojë akoma më shumë, gjë që do ndikojë pastaj negativisht në sektorin prodhues, sepse eksportet shqiptare do të goditen gjithmonë më shumë dhe ndërkohë nuk po gjejmë një përfitim siç duhet, sepse mallrat e konsumit në Shqipëri në efektin e çmimeve më të ulta të mallrave të importit përsëri nuk është reflektuar në treg. Gjë që konsumatorët shqiptar, përveç atyre që shkojnë për turizëm dhe marrin euro më shumë me ato lekë që kanë marrë më përpara para 10 vjetësh, do konsumojnë më shumë euro në tregun evropian dhe importuesit që marrin gjithmonë më shumë euro nëpërmjet një leku më të forcuar, përfituesit e tjerë të ekonomisë shqiptare nuk janë mirë. Duhet patjetër të gjykohet më me zhdërvillësi nga veçanërisht nga Banka Qendrore, që është përgjegjëse drejt për së drejti në këtë lloj orientimi, por edhe me Ministrinë e Financave dhe me autoritetet e tjera, që çfarë mundësish dhe kanalesh do të kenë që ne të ekuilibrojmë këtë lloj kërkese dhe çfarë duhet bëjmë që të devijojmë qasjen e investitorëve në drejtim të përdorimit të lekut dhe të euros në tregun shqiptar. Romina, mendon që do rritet euro? Ajo që kanë vënë re në treg është që pasurit e paluajtshme po fillojnë që të marketohen me lek. Sepse normalisht duan të përfitojnë shitsit. Po patjetër. Ka ndonjë, si e shikon, ka ndonjë tendencë për të rritur? Siç tha dhe profesori, mendoj që jo, sikurse çmimet, sepse pas pra luftës Rusi-Ukrainë u rritën çmimet dhe ne, edhe pse themi kemi një inflacion aty te objektivi i Bankës Shqipërisë 2.ca, ndërkohë që objektivi është 3. Përsëri ne shohim që le themi në buxhetin ton familjar duket sikur çmimet nuk kanë ulur se mos për ato produkte që ne po. Dhe kështu dhe puna e euros, pra në Shqipëri, nëse është një tendencë rëndëse, ashtu do të jetë. Nëse është një tendencë rritëse, ashtu do të jetë, sepse struktura e ekonomisë për këto vite të praktikën në periudha fatmesme nuk është se ka ndryshuar. Dhe jo vetëm struktura e ekonomisë, por dhe prirjet e konsumatorëve. Për shembull rasti tek çështja e euros, ne mjafton të jemi në një dyqan lagje, nëse s'kemi monedhën pra lek, po kemi euro, ne mund të blejmë dhe bukën e blejmë në euro. Pra është shumë thjesht e konvertueshme. Ndërkohë që nëse shkon deri në Rumaninë, ti nuk mund të paguash as një hotel në monedhën euro, por duhet monedha vendase. Pra duhet të them që këtu jemi ne si konsumator, por nga ana tjetër unë mendoj se
duhet ketë edhe një vullnet, po dhe ndoshta edhe një rregullore nga vetë Banka e Shqipërisë, po dhe në bashkëpunim me Ministrinë e Financës, që minimalisht në transaksionet rutinore që bëjnë konsumatorët shqiptarë të ndalohen në markete. Ne mund të konvertojmë euro, të blejmë produkte pra lirisht në markete nëse kemi euro. Unë do të mendoja më shumë të tapjes të tregu i kapitaleve, që njerëzit investoheshin drejt për drejtin në euro, pra të blerë aksionet dhe kompani, pra duke listuar edhe kompani shqiptare në euro, pra do ta bënim që euro të stabilizohej dhe të kthehej pastaj njerëzit të kthenin në të kundërtën, të kthenin parat në euro dhe ndërkohë të zhvlerësohej leku shqiptar. Pra të gjejë një mundësi që të investohej drejt për drejtin në këtë monedhë në të cilën sot po vjen në Shqipëri, sepse duke u ardhur në Shqipëri dhe duke mos pasur mundësi financimi, se si që përmendët ju dhe më përpara i paguaje me euro drejt për drejt i banesët, tash ta kërkojnë në lek, do të thotë që do shkosh prapë në treg, do kërkosh lek, që leku prapë do të forcohet akoma më shumë, sepse njerëzit të Shqipërisë shikojnë që po zhvlerësohet euro. Kështu që ato po shkojnë në treg dhe nuk po e paguajnë më banesën që e paguajnë përpara me euro, po e paguajnë me lek. Kështu që po krijon një efekt të kundërtën. Pra duhet të sjellë, prandaj thash unë, Ministria e Financave dhe Banka e Shqipërisë duhet të mendojë se çfarë instrumentash duhet të përdorin që të fusin euron në përdorim, ndoshta bonothesarin në euro më shumë të rektuesve në Shqipëri, jo në jashtë, në mënyrë që njerëzit të mos i blejnë bonothesarin në lek, por të i blejnë në euro, në mënyrë që të krijohet një lloj kërkese më e madhe për euro dhe të mos ketë të lloj presioni në lek. Po tregu i kapitalit do të ishte atë sepse interesat nuk kanë ndikim në këtë lloj drejtimi. Dakor, mirë, pas një analizet 2025-s, të vitit që lam pas, do shkojmë në një hapësirë publicitare dhe rikthehemi për diskutuar për reformat që marrin jetë në 2026.